Diferenca në çmim që duhet me fitu për shembull një moshë të fitimit, që duhet me plasu në treg për me fitu, për me funksionalizu biznesin e vetë, me zhvillu aktivitetin ekonomik të vetën, duhet të ngritim çmimet e larta. Për shkak për shembull kemi produkte elementare bazike janë të larta për shkak se 70-80% importohen jashtë Kosovës, që ndikon shpenzimet vashta të cilat janë transporti, doganat, shpenzimet administrative, pastaj kemi marrë tregtare, edhe si ka shumë pak prodhim e kemi çmimet tregtare, domethënë sipas marrës tregtare, sipas çmimeve sipas marrës prodhimit. Nëse kishme pas prodhim, nëse kishme pas ofertë në brendshëm, kishme pas çmimet prodhimit, domethënë direkt kosto shumë e vogël, edhe kishme pas çmimet konkurruese, ndërsa ndërmarrjet e jashtme, për shembull jashtë Kosovës, të cilat ofrojnë me çmim më të ulët produktet apo prodhuesit e brendshëm për shkak se shteti i subvencionon. Këtë rast do duhet të subvencionojë shteti, për shembull sidomos bizneset për energjinë elektrike, nëse i rrit çmimin duhet të subvencionu shteti, duhet të subvencionu prodhuesit, ose edhe sidomos tash është duke kërcënuar dhe produktet e jo elastike janë domosdoshme, sepse me rritjen e çmimit të produkteve jo elastike domosdoshëm të kurrat kërkesa për produkte sa më pak që të konsumohen, ndërsa produkte jo elastike ose për produkte elastike faktikisht që heq dorë ato. Në këtë rast ekonomia e lirë e tregut zhvillohet nëse forcohen liritë ekonomike, nëse krijohen hapësira të reja, domethënë tregut, nëse aktorët bashkëveprojnë, ndërveprojnë njëri me tjetrin, në këtë rast bashkëpunimi, transparenca është numër 1, në këtë rast do duhet të ketë dialog mes partneritetit domethënë shtetit edhe sektorit privat, sepse sektori privat e mban edhe fuqizon shtetin. Në jo rastisht cekët në ekonomisë e baza ekonomike përcakton superstrukturën juridike. Faktikisht nëse kemi ekonomi qëndrueshme, kemi edhe pavarësi të fuqishme edhe qoftë në brenda, qoftë jashtë. Zoti Bayraktari, po e bëjmë kështu një kombinim, me qenë se ju flisni për daljen në tregun e lirë, Bayraktari na flet për vendimin e zërrejës, për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16